Shiko këtu, me një hije të bardhë që ka pak shkëlqim, mjafton të vendosim tek pjesa e fillimit të syrit, më të intensifikuar edhe tek pjesa tjetër, pak më lehtë, pakës fare tek fillimi i syrit, edhe tek pjesa e poshtme e syrit. Merr një ngjyrë kafe që duket kështu, pra është mat, një furçë të thjeshtë. Kjo është pjesa kryesore. Nuk është e vështirë, por thjesht do pak më shumë qetësi dhe përqendrim. Hijen kafe këtu rreth qerpikut, tek pjesa e fundit e syrit, imagjinojmë sikur kjo vija nuk ndalon, por vazhdon, kështu zjatet. Do të mbështes furçën dhe do të bëj një vijë të tillë. Edhe këtë vijën do ta bashkoj. Edhe këtë komplet unë tani do ta mbush. Por edhe nëse bëjmë ndonjë gabim, do ta pastrojmë këtë pjesën. Dhe kjo do të dalë një vijë shumë e hollë. Pjesa e bishtit u bë, tani jemi tek fillimi i syrit edhe do ta definojmë pak. Do të vendos pak hije këtu edhe pak te kjo pjesa e poshtme. Ja se si duket pa qerpik. Dhe kështu duket pasi është vendosur qerpiku. Jam e sigurt që kjo ka për qenë e preferuara jote për këtë verë.